Recep Bekteshi, hetues gjatë komunizmit, është gjyqtari që konfirmoi dhe vulosi letrat e prokurorisë për të nxjerrë të pastër nga kokaina bananet e biznesmenit Trifon Murataj. Bosi Banaking, Trifon Murataj, besohet se ka paguar mbi 2 milion euro drejtësinë e Durrësit për të pastruar bananet e tij nga kokaina. Mbyllja e dosjes është bërë në koordinim mes Trifon Muratajt, prokurorisë së Durrësit dhe gjyqtarit Recep Bekteshi, duke evituar edhe ankimimin, pasi bosi i bananeve me kokainë përmes ekserve të duhur ka çuar parat në vendin e duhur. Sinjalizohet se Murataj ka hedhur një vlerë të tillë për të korruptuar prokurorinë dhe gjykatën për shkak të disa episodeve të trafikimit të kokainës në kontenerët e tij të bananeve, fakteve dhe provave që duhet ka përseheshin, qepjes së sforcuar të pafajësisë, zhurmës që do të bënte mbyllja e dosjes, rreziku i angazhimit të SPAK-ut dhe aq më tepër reagimin ndërkombëtar, pasi Murataj është skeduar nga DEA amerikane si El Chapo shqiptar. Recep Bekteshi, 69 vjeç, i cili ka shtyr dalje në pension përmes manovrave në KLG, duket se ka bërë goditjen e fundit në karrierën e tij si gjyqtar, ku pensioni ndoshta do t'i duket bakshish. Fuqia financiare e Trifon Muratajt ka prodhuar çuditëra në drejtsinë e Durrësit. Recep Bekteshi ka vendosur të pastrohen plotësisht të gjitha akuzat ndaj presidentit të kompanisë Trifon Murataj, administratorit Petrit Demishaj dhe vetë subjektit juridik. Vendimi i cili u shpall më 23 qershor nga gjyqtari Recep Bekteshi ka marrë formën e prerë dhe nuk mund të apelohet më. Në tetor të vitit 2022, autoritetet zbuluan për herë të dytë në kontenerët e kësaj kompanie. Këtë radhë 33.5 kg kokainë të fshehura në një kontener mes ngarkesave me banane që mbërritën në portin e Durrësit. Megjithatë, prokuroria dhe procesi gjyqësor thotë se Banaking nuk ishte e përfshirë në kontrabandim. Përkundrazi, sipas drejtësisë, kompania ishte viktime e rrjeteve ndërkombëtare kriminale që përdornin qëllimisht rrugët legjitime të tregtisë për të kaluar kokainën nga Amerika Latine në euro. Autoriteti i dosjeve Recep Bekteshi, hetuesi i komunizmit. Në vitin 2019, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ndaloi kandidimin e gjyqtarit të Durrësit Recep Bekteshi për një post vakant në gjykatën kushtetuese pasi ka rezultuar se ai ka marrë pjesë në një proces politik në vitin 90. Gjyqtari Bekteshi u përfshi në procesin e verifikimit të shumëfishtë të integritetit nga ana e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, pas aplikimit që ai dorëzoi për anëtarët të gjykatës kushtetuese në vijim të thirrjes së shpallur nga presidenti i Republikës në shkurt 2018. Autoriteti i dosjeve ka konstatuar se Bekteshi ka qenë hetues i një të pandehuri ndaj të cilit është zhvilluar proces gjyqësor për agjitacion e propagandë. Gjyqtari Bekteshi ka kundërshtuar gjetjen e autoritetit të dosjeve. Në sqarimet që i ka dhënë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ai mohon të ketë marrë pjesë në procese politike në periudhën e komunizmit. Në periudhën 80-91 kam qenë hetues në hetuesinë e rrethit Durrës. Kam hetuar çështje për vepra penale në sektorin kundër jetës dhe shëndetit të personit e vjedhjes së pasurisë. Nuk kam qenë hetues për vepra penale kundër shtetit dhe nuk kam marrë pjesë në proceset posaçme, thot gjyqtari Bekteshi në shkresën drejtuar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Sa për faktin e evidentuar nga autoriteti i dosjeve, gjyqtari Bekteshi shprehet: nuk e mbaj mend konkretisht këtë rast, por mendoj se ky rast ka qenë çështje për vjedhje e ndërthurur me agjitacion e propagandë. I skeduar edhe nga DEA amerikane bomat e Trifon Muratajt. I skeduar edhe nga DEA amerikane si një El Chapo shqiptar, Trifon Murataj i shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare më 4 nëntor 2022 për trafik sistematik kokaine nga vendet e Amerikës Latine përmes importit të bananeve. Murataj u fsheh në Tiranë, më pas, sipas disa raportimeve mediatike, Murataj zgjidhi punën duke hequr masën e sigurisë përmes gjykatës së Durrësit. Trifon Murataj pretendonte se ndodhet në SBA, por në fakt bosi i Banaking lëvizte nëpër Tiranë me një kapele në kokë ku dyshohet se vijon trafikun e kokainës. Kur zyrtarisht ishte në kërkim, Trifon Murataj përmes një numri amerikan që përdor nga Tirana, nisi të shkruante dhe të telefononte drejtuesve të lartë të policisë në Tiranë, duke i akuzuar ata se po i dëmtojnë biznesin e bananeve me vonesat në port për shkak të kontrolleve për kokainë. Disa drejtues policie nuk u kanë besuar syve dhe veshëve. Është e pazakontë që një i kërkuar për trafik kokaine t'i kërkojë llogari policisë se po i pengojnë linjën e trafikut. Teksa një drejtues i lartë në Tiranë kishte kërkuar Trifonit të paraqitej vetë në polici për pretendimet që kishte, trafikanti e kërcënoi duke i thënë se do të kishte pasoja. Nuk dihet nëse bosi i kokainës i ka shkruar edhe ish ministri të brendshëm për shqetësimin e tij lidhur me kontrollet në kontenerët e kokainës. Murataj rikthehet në krye të Banaking. Në gusht 2023, bosi i Banaking, Trifon Murataj, skeduar edhe nga DEA amerikane si një El Chapo shqiptar, ka larguar mëkëmësin e tij Petrit Demishajn, duke marrë vetë në administrim kompaninë e trafikut të kokainës me banane nga vendet e Amerikës Latine. Murataj, i cili gjithnjë pretendon se kokainën ja fusin fshehura zinarkat me banane, u shpall në kërkim vetëm pas herës së katërt që në mahunet e tij kapej kokainë. Pasi nisi të ekspozohej në 3 episode të trafikut të kokainës, Trifon Murataj në korrik 2022, pra 6 muaj para se të shpallej në kërkim, caktoi Petrit Demishajn, administrator të kompanisë Ziko të Banaking. Pas episodit të fundit të trafikut të kokainës, organet ligjzbatuese shqiptare kanë tentuar të marrin në pyetje Demishajn, i cili ishte larguar jashtë vendit, me sa duket nga frika e arrestimit. Ai është përgjigjur në telefon duke pretenduar se ishte në SBA.
Petri Demisha ka pohuar se është punësuar që në vitin 2010 te kompania Ziko e Trifon Muratajt si shefi logjistikës. Murataj në hije dhe Dermishaj në sken vijuan drejtimin e kompanisë në bashkëpunim me Desantila Muratajn, Anastas Krishi, Mikel Selami, Ylvi Hana e të tjerë, por në korrik të vitit 2023 Murataj është rikthyer si administrator. Shkresa e DEAS amerikane, Trifon Murataj bananave dhe Ben Qimja trafik kokaine nga Ekuadori. Hakerët që sulmuan sistemet e sigurisë shqiptare publikuan emailët zyrtare të ish-drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano. Mes këtyre emaileve të publikuara shihet edhe korespondenca me DEA-n e Athinës, ku është njoftuar policia e shtetit për një kompani shqiptare që kryen trafik kokaine nga Ekuadori. Bëhet fjalë për Trifon Muratajn, bosin e kokainës të maskuar me Bana King që reklamon Ardi Xhebreha dhe Ben Qimja. Drejtuesit e policisë së shtetit kanë nxjerrë emrat e porositësve të kokainës, po ashtu edhe pronarit të kompanisë shqiptare me selinë në Durrës. Sipas publikimit të hakerëve, emaili është përcjell Gledis Nanos nga Antonin Vocaj 31 dhjetor 2021. Po ashtu përcillen edhe emailet e agjentit të DEA-s në Greqi për këtë kompani trafiku. Trifon Murataj sjell kokainën kamufluar me banane, Ben Qimja e ruan ta. Skandali konsiston në faktin se policia nuk i ka goditur. Jo vetëm kaq, por policia kërkon që këto informacione të mos publikohen. Zbulimi i emaileve ka nxjerrë në pas se si kapot e drogës qeverisin vendin. Marr nga Prapaskena.